Ka kaluar kohë që kur nuk kemi dëgjuar të reja rreth jetës romantike të bukuroshës Kader Kica, e cila që pas daljes nga formati televiziv ka qenë mjaft e komentuar në mediat roz. Megjithatë, një postim i fundit i bërë nga ajo në llogarinë e saj në Instagram ka ndezur me një thashë theme se mos diçka e re ka lindur në jetën e saj private. Siç shihet në postimin e saj, ajo po shijon disa ditë pushimesh luksoze në Bodrum të Turqisë. E veshur me bikini ngjyrë kremi dhe një kapele verore, Kaderi ka treguar linjat e saj perfekte trupore në një plazh përrallor. Ajo që ka tërhiqë vëmendjen e të gjithëve nuk është vetëm pamja e saj të rejse, por përshkrimi misterios që shoqëron foton. Ajo shkroi: "Nuk jam e sigurt nëse po ndjek diellin apo një dashuri verore, duke lënë të nënkuptohet se pushimi në Turqi mund të jetë duke u shoqëruar nga një romancë e re." Kjo deklaratë e saj ka ngritur menjëherë dyshime tek ndjekësit, nëse bukurosha ka gjetur sërish dashurinë apo nëse thjesht po luan në imagjinatën e fancave. Se çka po shihet pas këtij përshkrimi dhe a ka nisur zyrtarisht një kapitull i ri për të, mbetet për të parë në vijim. Nga ana tjetër, na duhet të rikujtojmë se Kader Kica dhe Lombar Salihu u lidhen në shtëpinë të famshme në Kosovë, por pas përfundimit, lidhja nuk shkoi ashtu siç pritej. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.